Faleminderit, zoti kryetar, nuk dua të hyj në debatin e procedurës së parlamentit, nuk dua të bëj politik me dhimbjet e pacientëve. Pak javë më parë kam pranuar një sfidë të madhe. Sfida nuk është vetëm sfida e qeverisë dhe imja si ministër shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, por mbi të gjitha është sfida ime personale. Si mjeke, pasi e kam filluar karrierën time pikërisht në atë spital onkologjik. Pikërisht në atë spital ku këto ditë kam prekur çdo skut. Kam takuar pacientët, familjarët, mjekët, infermierët, sanitarët, pa zhurmë dhe pa media. Sfidat ekzistojnë dhe ne jemi duke vepruar. Vetëm 3 ditë më parë, Këshilli Administrativ ka aprovuar rialokimin e një fondi për 200 milion lekësh për të adresuar zgjidhjen e nevojave urgjente me bana onkologjike në QSUT. Gjithashtu, me propozim të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, në projekt buxhetin e vitit 2026, që pritet të kalojë në kuvend pas pak ditësh, vetëm për banat onkologjike është akorduar buxhet i dedikuar prej 1 miliard lekësh. Kjo është një risi. Problemet nuk zgjidhen me retorik politike, apo duke luajtur me emocione dhe dhimbjet e pacientëve, zgjidhen me dedikim, punë e bashkëpunim. Angazhimi im ka qenë dhe është i qartë. Çdo pacient që vuan nga sëmundje onkologjike do trajtohet me trajtimin e duhur, me protokollet bashkëkohore. Ky proces ka nisur, nuk ka kthim mbrapa. Faleminderit.